Në sheshin e flamurit në Vlorë në këtë 28 nëntor, pavarësisht se nuk ishin pjesë e ceremonialit zyrtar të protokollit të shtetit, në momentet e ngritjes së shtizës së flamurit përkrah autoriteteve më të larta të shtetit dhe qeverisë, ishin të pranishëm në shesh edhe të gjithë deputetët të grupimit të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës. Në sheshin e flamurit për të festuar 113 vjetorin e pavarësisë, mori pjesë edhe drejtuesi politik i Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, njëkohësisht deputeti i Vlorës Bledi Çuçi, ministri i mbrojtjes, njëkohësisht deputeti i Vlorës Piro Vëngu, deputetët Damian Gjiknuri, Vullnet Sinaj dhe Ardit Bido, pa ashtu ishin të pranishme në shesh edhe deputetet Zamira Sinaj, Eriona Ismaili dhe Briseida Çakëri. Morën pjesë në ceremonialin e 113 vjetorit të pavarësisë edhe drejtues të Partisë Socialiste të Vlorës dhe partive kryesisht të majta, kryetarja e Këshillit Bashkiak Elpiniqi Mërkuri dhe këshilltarët e Këshillit Bashkiak të Vlorës ishin gjithashtu pjesë e kësaj ceremonie. Nuk munguan në ceremoni as përfaqësues të komuniteteve fetare. Të gjithë bashk nderuan veprën e Ismail Qemalit, që shpalli pavarësinë në Vlorë më 28 nëntor 1912. Deputetët e Vlorës, së bashku me autoritetet e tjera të politikës, kryesisht të forcave të majta, nderuan kështu edhe veprën e kuvendit, në të cilin morën pjesë 83 delegat nga gjitha trevat shqiptare në 28 nëntor 1912, teksa 40 prej delegatëve në atë kohë nënshkruan aktin e pavarësisë. Asambleja formoi qeverinë e parë të pavarur të kryesuar nga Ismail Qemali, si dhe Këshillin e të Urdhve, njohur ndryshe edhe si Pleqësia. Pikërisht përpara kësaj vepre, grupi i deputetëve të Partisë Socialiste të Vlorës, si dhe autoritetet e tjera vendore, u përkulën me nderim dhe respekt në këtë 113 vjetor të pavarësisë së Shqipërisë, duke nderuar këtë vepër të lavdishme të tyre e duke festuar në sheshin e flamurit përkrah edhe shumë qytetarëve të Vlorës, por të ardhur edhe nga trevat të tjera shqiptare.